Takimi me Sopotin në transfer do t'jetë një sfidë e vërtet për liqenorët, të cilët e kanë vlerësuar ndeshjen dhe kërkojnë të mos gabojnë në rrugën e fitores. I dyshimt metet kapiteni Ledio Pengu pas dëmtimit në Elbasan për t'u aktivizuar. Të gjithë të tjerë do t'jenë në gjendje për në formacion. Dihet që ndeshja do të zhvillohet në Tiranë, nga ku liqenorët duhet të bëjnë më të mirën për të dalë me 3 pikë. Qendërmbrojtësi Aldo Bella vitin e kaluar ka qenë pjesë e Sopotit, ndërsa në këtë sezon debuton për Pogadecin. Po ndjekim këmba këmbës ekipet e Luftëtarit dhe Apollonis, ndaj nuk duhet të bëjmë hapa falc. Pogadeci është i kujdesshëm për çdo ndeshje, ndaj edhe me Sopotin na kërkohet më shumë vëmendje, mbasi është një ekip me shumë potencial të mirë lojtarësh. Ajo që dua të theksoj më shumë është që të paraqesim një lojë tepër bindëse, duke shtuar këtu edhe rezultatin. Mbas ndeshjes me Shkumbimin, kemi bërë autokritik dhe arritëm të rikthehemi tek fitoria bindshëm. Duhet të përfitojmë nga përballja e dy kryesueseve, ku Pogadeci duhet të paraqesë më së miri dëshirën e vet për të zënë vendin e parë të renditjes sa më shpejt. Në fazën e parë arritëm barazim të padëshirueshëm në fushën tonë. Kjo na bën që kujdesi duhet që në minutat e para e deri në fund, mbasi kështu na barazoi edhe Sopoti. Kemi para ndeshje të rëndësishme, ndaj për Pogadecin është momenti më delikat ku duhet patur kujdes. Është pozitiv fakti që ekipi është tepër në formë dhe kjo duket nga golat e shënuara në këtë fazë. Më duhet që bashkë me mbrojtësit e tjerë të mos gabojmë për asnjë çast, pavarësisht para kujt luajmë. Me Sopotin do të luajmë futboll të pastër. Do të jetë një derbi i bukur, përfundon qendërmbrojtësi Aldo Bella.